Sot kemi udhëtuar drejt fshatit Doksat, I cili ndodhet në njësinë administrative Lungëri në bashkinë Gjirokastër. Ky fshat I vendosur në një pozicion me pamje të mrekullueshme, është një destinacion I preferuar për ata që duan të zbulojnë natyrën dhe traditat shqiptare. Në këtë stin banorët e fshatit Doksat kanë nisur të merren me punët e pranverës. Ata janë duke punuar tokat e tyre dhe kanë filluar të mbjellin perime tipike të kësaj periudhe. Stin e pranverës erdhi shumë shpejt. Edhe shumë e mira edhe me çdo gjë, këtu do jetë më e mirë si vjetë, në vitrat e kaluara edhe në çdo vit tjetër. Se erdhi bihari shumë që një muaj më para. Tani në pranverë janë ditë të bukura sepse dalëm nga dimri dhe hym në pranverë. Fillojnë, çelin lulet, gjethet, mbushet vendi me aromra me. Kemi mbjell këto qepët patatet, kemi mbjell në vjesht erza, spinaqra, gjëra që I përdorim gjatë kohës. Edhe kemi përgatitur tani në farishte këto fidanat që do t'i mbjellim në tokë. Moshatar janë të tërë, po të tërë, ja. Me këto merren tani. Banor punëtor? Shumë punëtor, shumë janë. Punëtor. Nuk duan të vend të blejnë gjëra, do t'i bëjnë vetë të gjitha bilet të shesin, jo të blejnë. Qep, patate, këto janë të stinës. Tani pastaj do vinë barbunjat, ajo domatja, speca, patërgjania, salatori, kungulli, këto të gjitha merat. Një nga karakteristikat më të veçanta të fshatit Doksat është se ai po bëhet gjithnjë më I njohur për turistët e huaj. Banorët thonë se vizitueshmëria ka nisur të rritet dhe se ky është një tregues se fshati po tërheq vëmendjen e shumë turistëve, të cilët duan të përjetojnë traditat dhe bukuritë natyrore të kësaj zone. Vinë nga gjitha vendet, po shumë nga Gjermania, nga Anglia, nga Italia. Po tani në këtë stin fillojnë dhe... Po ka dhe tani, ka. Ja, po të qërësh ditën këtu, mund të shosh një grup që vjen bën vizit në fshat. Fjallin e shtimun që ka një perspektiv të do vi vetë në Shqipëri, thot. Si punoja ne ku është, do vi vetë në Shqipëri, thot, edhe do të vë shtëpin në një sistem turizmi. Ushqimet e zonës këtu I pëlqejnë. Ja është ai që ka të bujtinën aty, vinë turista. Doksat është një vend që ofron një përvojë autentike dhe mikpritëse për ata që e vizitojnë. Banorët e tij gjithnjë më shumë po investojnë në funksion të këtij sektori.